për para ditës gjykimit? Normalisht. Si do japim llogari, për shembull? Llogari janë shumë kategori njerëzësh. Po njerëzit që do janë zjarrin e xhenimit do t'jenë ata që e kanë hidhuru nonën a babën e vet. I kanë full vrasht o vlla. Unë nuk du me talu hoxhën, po më vete po t'kallzoj. Se unë hoxh nuk jam o vlla. Do me thonë ti e din jetën, po këtu ka fol mirë me vërtet, do me thonë ti e din jetën për mas vdekjes, do me thonë ti e din jetën. Po, se kum lexu Kur'an. Qa thë dire? Pse aty ai ta shpjegon jetën mas vdekjes, se e Zot na rrit. Sakt. Mos i ngoni hoxhollart. Hoxhollart nuk din kur gjohë vlla. Hoxhollari thot që ky duhan, çepe vëzi, më falni. Pa tash si gjyna se u boj këtori. Ka vëzi, që ky duhan, a është halal a haram? Ku t'i gjohëm dhe shi? Duhoni është haram, se hoxha thot halal, se i konvenon se e pin vet. E pse për birrën thot haram, se nuk e pin. Po me qi pilla haram? Po me qi pilla haram, me qi pilla haram? Po me qi pilla është halal o vlla. Ta pas zoti halal. Po pilli për të qiu ka bo, i qi fsharë su ka bo për pillë po për të qiu bo pilli. Njerës. Po. Çka kuptove ti? A prishet Ramazani me qi pillë? A prishet Ramazani me qi pillë? A po. Ramazani për ishet. Haram. Mas iftarit. O një. Iftarit dhe jot me qi dhe me thonë, ha? Jepi. Hajde, baba, hajde. Iftar është ditë super. Po mirë, kam i pyetje tjetër, se merr ke vesh nga këtë gjë, unë jam shumë kurioz, unë du mi ditë gjithë, po nuk besoj, unë s'besoj. Unë s'kam besim të asnjë fe. Më rëpsh asë si lloj feje që ka këto ku si kam besim. Ta shi më gjopat. Po ato më gjopat. Më gjopat. Tani, se unë familjen time ka muslimane, si nga ana nonës edhe nga ana babës. O gjatër! Mos të rej kot. Të shi, po unë mos më hakari për fej heq, për Zotin, të shi. Du me thonë një qoqë. Mishi derrit, kam i pyetje për mishin e derrit. Pse nuk është e lejueshme me hongër mishin e derrit muslimani? Allah thot në Kur'an: "La habibi wala kula ila billah indari min al-kural wal jannati wal bihamdihi min al-Quran." Allah thot në Kur'an: unë ndalova mishin e derrit, shkaki i nyrës ti dhe i vijomit ti. Përshëndetje duke. Allah thot në Kur'an: une e ndalova birrën, shkaki i masakrave. Allah thot në Kur'an: une ndalova duhonin, drogën, shkaki që mos me hub mendjen. Kaq, është e thjesht. Feja është tepër e thjesht. Po mirë, gjej sekond. Atëherë, ato që hajnë mishin e derrit sipas teje nuk do hikin në xhenet, po do hikin në ferr. Jo. Nga vlla. Xheneti u dorë të Allahut. Nuk e di. Ka vend. Ne si musliman nuk kemi drejt as fjallën ma të vogël për me folë për xhenet, ose për xhenem, ose ku do të shkojnë një njeri. Ne e kemi për detyrë ta spjegojmë atë djeni që e kemi. Dhe, për kundrazi, ne nuk duhet të behemi shkak që një njeri ta hu besimin e tij. Paq. Në grupi dy lule. Xheneti. Lule. A do me ta ka zumë. Po kush është ai që e din? Ore, a ti po më habisin mu këto për punë fesh? Ai që ka shkruajt librin ka qenë njëri i thjeshtë, s'ka qenë as Zoti sa ka shkruajt as librin, as e ka shkruajt një Zot.
Adera, di qa menojëm? Unë menoj kështu për vetën time personalisht si ke Beroma. Por mu ka një zoti ekziston, nuk është se nuk ekziston, zoti ekziston. Një zot ka për gjithë botën. Ndash hajmisht në tjerë, ndash mësë ha, ndash ma Ramazan, ndash mësë ma Ramazan, ndash shqipil, ndash mësë shqipil, një zot kema. Gjithë mi vetë dhe ikim. Urtërit zoti familje. Një zot kena për gjithë, i grush dhe do hajmë gjithë 2 metra tonë të fundë, si ti që je musliman, si tjetëri që katolik. Në pia thërot dhe kena me ikë gjithë ditë. O njerëz, Si ti kështë ti e unë, si të vdesim në, nuk i rrot më kujtkari, a ke shku në gjenet, a ke shku në ferë, a ke shku në pia thërot. A dëgjon diçka. momentin kështu. A beson Allah? Unë nuk besoj as në Allah, unë besoj në Zot. Paris. Zot, a beson Zot? Po besoj për ca gjona. Faleminderit Paris. Jo për gjitha. Mshile gojën se mirë i ki punë. Mi pos punë të keq të kalzoj. Shuj mshile gojën se mirë i ki punë. Si mirë i kam punë. Alloj e dënë robin e vetë që beson Allah. Unë thash besojmë Zot. Unë thash besojmë Zot, jo në Allah. Unë Zot në Allah njëjtë është. Nuk ka njëjtë. Unë flas shqip, nuk flas turqisht. Arabisht. Në Zot, u kry. Perëndia, shqip quhet Perëndia. Ose fjalë letrare, gjuhë letrare Zoti. Ose Perëndia quhet. Galla. Unë kur i lutem Zotit, për shembull, kam hall, kam gjë them, o Zot nimo. O Zot nimo them. Nuk janë nis të fol frëngjisht, mi lut Zotit frëngjisht. Hala. Qa e këto fjali që i fsharab të për flisdi o Zot nimo, thuj nimo, pos nimo. Ala pakalu, ala pavlata, Qka janë këto fjallë, Me të fol. Fol shqip në unë Në një qifra. qa gjithë. Miron, po ti çfarë? Po jo mërvlohën si kuptoj do ala pakalu. Qa këtë gjuj që i fsharab, ala i shi të rëmë të burë. O Paris, faleminderit Ju shumë. përshëndes. Rinor, i këfuti me ta do në zemrë qëtësojër. Qetësona pak vlon se s'ja mirë heq. Dukesh, qa. Ciao, dëllë. Aloni mirë. Apo deli apo dalë? Po i kar dalim në 2 vetë për 2, 2 kar vetë. Koqe. Okej. Ishë edhe, hek ma. Qërë më qërë, si tha, do din një, tha, dalim në 2 vetë për atë rëqiri. O zote madh. Prita kebe. Ja që edhe i hera bëdinit. Nuk e pranon.